Në kuadër të zbatimit të projektit të ri të ujësillësit për qytetin e Vlorës, gjatë ditës së martë më 14 prill, janë zhvilluar një sër punimesh intensive në disa zona kyçe të qytetit. Qëllimi i këtyre ndërhyrjeve është lidhja e nyjeve të rrjetit të ri të ujësillësit me rrjetin ekzistues, një proces i domosdoshëm për funksionalizimin e plotë të sistemit të ri të furnizimit me ujë. Punimet janë përshëndruar në disa nga akset dhe lagjet më të rëndësishme të Vlorës, ndër zonat ku janë kryer ndërhyrje përfshihet zona e Unazës së qytetit, zonat paralele me lungomaren, ish drejtoria e rrugëve, lagja Rilindja, si dhe segmentet të rrugës transballkanike. Gjithashtu punime janë zhvilluar edhe në lagjet 24 Maj dhe Kushtrimi, ku janë realizuar lidhje teknike të rrjetit të ri me atë ekzistues. Ujësillës kanalizimi rajoni Vlorë kishte njoftuar paraprakisht qytetarët dhe bizneset për këto ndërhyrje, duke theksuar se procesi do të sillte ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë. Për shkak të punimeve është kryer një stakim i detyruar i stacionit kryesor të ujësillësit, çka ka ndikuar drejt për drejt në furnizimin e disa zonave. Si pasojë, gjatë ditës së martë është ndërprer përkohësisht furnizimi me ujë në zonën bregdetare, duke përfshirë ujin e ftohtë, lungomaren, 10 korrikun, kalan dhe jonufrën. Ndërkohë pjesa tjetër e qytetit do të ketë kufizime në furnizim kryesisht gjatë orëve të pasdites. Situata pritet të normalizohet brenda mëngjesit të ditës së mërkurë, kur furnizimi me ujë do të rikthehet në parametra normal për të gjitha zonat e prekura. Punimet për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësillësit dhe lidhjen përfundimtare të tij me sistemin ekzistues pritet të përfundojnë brenda këtij muaji. Pas përfundimit të kësaj faze, do të vijojë puna për rikthimin në gjendjen e mëparshme të rrugëve dhe zonave ku janë kryer ndërhyrjet, për të minimizuar ndikimin në jetën e përditshme të qytetarëve. Ky investim konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin e Vlorës në vitet e fundit. Ai synon të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e furnizimit me ujë të pijshëm, duke reduktuar ndërprerjet, si dhe duke rritur presionin në rrjet, duke garantuar një shpërndarje të barabartë për të gjitha lagjet e qytetit. Për banorët dhe bizneset lokale, ky projekt pritet të sjellë përfitime, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur kërkesa për ujë rritet ndjeshëm. Përmirësimi i infrastrukturës së ujësillësit është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit dhe rritjes së cilësisë së jetës në qytet.